Përfaqësuesit e politikës në Lezhë kanë zhvilluar vizitën në xhaminë e qytetit, ku kanë përcjellur urimet e tyre për besimtarët musliman me rastin e festës së Fitër Bajramit. Gjatë takimit me besimtarët dhe drejtuesit e komunitetit musliman, ata vlerësuan rëndësinë e kësaj feste për forcimin e solidaritetit dhe harmonisë në shoqëri. Gjej rastin të përcjell urimet më të mira besimtarëve musliman, për mbi gjitha atyre që agjëruan për gjatë 30 ditëve të Ramazanit, por edhe atyre që në pamundësi, por me lutjet e tyre ishin shumë afër Zotit. Urimet më të mira, shëndet e marrësi për të gjithë, për familje shqiptare, kudo ku ndodhen brenda dhe jashtë rrojeve tona. Ramazani është një muaj i rëndësishëm, është muaj i solidaritetit, është muaj i afrimit të shqiptarëve me njëri tjetrin, muaj i dhimbshërisë dhe shpresoj shumë që paqja, harmonia dhe mirësia mbi Zot roft në familjet tona, në familje shqiptare. Gëzuar Fitër Bajramin. Gjithë besimtarëve të Beslimit Islam, gëzuar ditën e Fitër Bajramit. Zoti u pranov sakrificën për gjatë gjithë muajit të madhërisëm të Ramazanit. Qoftë këtë ditë një ditë gëzimi, begatije dhe lumturie në familjet të çdo qytetari të Besimit Islam. Festimet për Fitër Bajramin kanë vijuar gjatë ditës me vizita familjare dhe akte bamirësie, duke ruajtur traditën e kësaj feste që simbolizon paqen, faljen dhe dashurinë për njëri tjetrin.